Stomaku është një organ jetik i sistemit tonë tretës, i cili luan një rol thelbësor në përpunimin e ushqimit që konsumojmë çdo ditë. Por çfarë ndodh kur ky organ fillesat të na dërgojë sinjale alarmi? Çfarë ndodh kur diçka e padukshme fillon të zhvillohet ngadalë në brendësitë të tij, duke kërcënuar jo vetëm funksionimin e tij, por edhe jetën tonë? Kanceri i stomakut, i njohur gjithashtu si karcinoma gastrike, është një nga format më të rrezikshme të kancerit, që prek mijëra njerëz çdo vit në mbar botën. Fatkeqësisht, ky lloj kanceri shpesh quhet vrasësi i heshtur, sepse simptomat e tij në fazat e hershme janë të lehta, të paqarta dhe shpesh ngatrohen me probleme të zakonshme të stomakut. Kjo është arsyeja pse shumë raste zbulohen në faza të vonshme, kur trajtimi bëhet më i vështirë dhe shanset për shërim ulen në mënyrë dramatike. Por njihja e shenjave të hershme mund të bëjë ndryshimin midis jetës dhe vdekjes. Në këtë udhëzues të detajuar mjekësor, do të eksplorojmë 8 simptomat kryesore të kancerit të stomakut që asnjëri prej nesh nuk duhet t'i injorojë. Do të mësojmë se si t'i identifikojmë këtë shenja, çfarë ndodh në trupin ton kur ato shfaqen dhe më e rëndësishmja, kur duhet të kërkojmë ndihmë mjekësore menjëherë. Simptoma e parë: dhimbja dhe pakënaqësia e vazhdueshme në barkun e sipërm. Dhimbja në barkun e sipërm është një nga simptomat më të hershme dhe më të shpeshta të kancerit të stomakut, por kjo nuk është një dhimbje e zakonshme. Është një lloj pakënaqësie që nuk largohet lehtësisht, që vijon të kthehet përsëri dhe përsëri dhe që gradualisht bëhet më intensifikuar me kalimin e kohës. Ky lloj dhimbje zakonisht lokalizohet në zonën epigastrike, që do të thotë në qendrën e pjesës së sipërme të barkut, pikërisht nën kafazin e kraharorit. Shumë pacientë përshkruajnë këtë si një ndjenjë djegëse, një presion i vazhdueshëm ose një pakënaqësi e thellë që duket sikur vjen nga brenda. Disa njerëz e krahasojnë me ndjenjën e një guri të rënd që ulet në stomak dhe nuk lëviz. Çfarë e bën këtë dhimbje kaq shqetësuese është se ajo nuk lidhet domosdoshmërisht me ngrënien. Ndryshe nga ulqera gastrike ose refluksi acid, ku dhimbja shpesh vjen pas konsumimit të ushqimit, dhimbja nga kanceri i stomakut mund të jetë e pranishme vazhdimisht. Ajo mund të përkeqësohet natën, duke e bërë gjumin të vështirë, ose mund të intensifikohet kur stomaku është bosh. Ktu është pika kyçe që duhet kuptuar. Nëse keni përjetuar dhimbje të vazhdueshme në barkun e sipërm për më shumë se 2 javë, edhe nëse dhimbja duket e lehtë, është thelbësore që të konsultoheni me një mjek. Shumë njerëz bëjnë gabimin duke e trajtuar këtë me antiacide të zakonshme ose duke menduar se do të kalojë vetë, por vonesa në diagnostikim mund të ketë pasoja serioze. Simptoma e dytë: humbja e papritur dhe e pashpjegueshme e peshës. Humbja e peshës pa asnjë përpjekje konsiderative është një flamur i kuq mjekësor që nuk duhet asnjëherë të injorohet. Kur bëhet fjalë për kancerin e stomakut, humbja e peshës ndodh për arsye të shumta komplekse që lidhen me mënyrën se si tumori ndikon në funksionimin normal të trupit. Së pari, tumori në stomak mund të ndërhyejë fizikisht me kapacitetin e stomakut për të mbajtur ushqim. Ndërsa tumori rritet, ai merr hapësirë që normalisht do të mbahej nga ushqimi, duke shkaktuar që pacienti të ndihet i ngopur shumë shpejt pasi fillon të hajë. Kjo çon në konsum më të ulët të kalorive dhe në humbje graduale të peshës. Por ka një arsye edhe më të thellë. Qelizat kanceroze janë konsumatore ekstremisht efikase të energjisë. Ato përdorin sasi të mëdha të kalorive dhe lëndëve ushqyese për të mbështetur rritjen e tyre të shpejtë dhe të pakontrolluar. Kjo do të thotë që edhe kur pacienti po ha, trupi nuk po merr lëndët ushqyese që i nevojiten, sepse tumori po i vjedh ato. Për më tepër, kanceri shkakton inflamacion sistemik në të gjithë trupin. Kjo përgjigje inflamatore çliron substanca të quajtura citokine, të cilat mund të ndryshojnë metabolizmin dhe të çojnë në një gjendje të quajtur kaheksi kanceroze. Kaheksia nuk është thjesht humbje peshe, por një sindrom komplekse që përfshin humbjen e muskujve dhe dhjamit, dobësim të përgjithshëm dhe lodhje ekstreme. Mjekët konsiderojnë humbjen e peshës të rëndësishme nëse është më shumë se 5 deri në 10% e peshës totale të trupit brenda 6 deri në 12 muajve, pa asnjë ndryshim të qëllimshëm në dietë ose aktivitet fizik. Nëse vëreni këtë tek vetja, mos e injoroni. Kjo mund të jetë njëra nga shenjat e para që trupi juaj po lufton diçka serioze. Simptoma e tretë: vështirësia në gëlltitje dhe ndjenja e ushqimit që ngec. Disfagjia ose vështirësia në gëlltitje është një simptom tjetër shumë e rëndësishme që mund të tregojë kancer të stomakut,
veçanërisht kur tumori ndodhet në pjesën e sipërme të stomakut ose në zonën ku ezofagu takohet me stomakun. Në fillim, ky simptom mund të jetë i lehtë dhe të ndodh vetëm me ushqime të ngurta, veçanërisht mish ose bukë. Pacienti mund të ndjejë se ushqimi ngec diku në gjoks ose në pjesën e sipërme të barkut. Kjo ndjenjë mund të jetë e shoqëruar me një nevojë për të pirë sasi të mëdha uji për të shtytur ushqimin poshtë, ose me nevojën për të ngrënë më ngadalë dhe për të përtypur më mirë. Por ndërsa tumori rritet, vështirësia përkeqësohet. Ajo që filloi si një problem i rastësishëm me ushqime të ngurta, mund të përparojë në vështirësi edhe me ushqime të buta dhe më pas edhe me lëngje. Në fazat e avancuara, disa pacient mund të kenë vështirësi edhe në gëlltitjen e përshtymës së tyre. Ky simptom ndodh për arsye mekanike. Ndërsa tumori rritet në stomak ose në kryqëzimin gastroezofageal, ai ngushton hapësirën përmes së cilës ushqimi duhet të kalojë. Gjithashtu, tumori mund të ndikojë në aftësinë e muskujve të stomakut për të kontraktuar në mënyrë normale dhe për të lëvizur ushqimin përpara, një proces i njohur si peristaltik. Është jashtëzakonisht e rrjedhësishme të dallojmë këtë nga vështirësitë e rastësishme në gëlltitje që të gjithë i përjetojmë ndonjëherë. Nëse vështirësia në gëlltitje është progresive, do me thonë po bëhet gradualisht më e keqe me kalimin e kohës, ose nëse ndodh më shumë se 2 ose 3 herë në javë për disa javë, kjo kërkon vlerësim mjekësor urgjent. Simptoma e katërt, të vjellat e përsëritura dhe ndjenja e të përzierit. Nauza dhe të vjellat janë shenja të tjera të zakonshme të kancerit të stomakut, por ato që i bëjnë këto simptoma veçanërisht shqetësuese janë përsëritja dhe intensiteti i tyre. Këto nuk janë episodet e rastësishme të nauzës që të gjithë i përjetojnë pas një vakti të rënd ose kur kemi një virus stomaku. Këto janë simptoma të vazhdueshme që ndërhyjnë në jetën e përditshme. Nauza e shkaktuar nga kanceri i stomakut mund të jetë e pranishme gjatë gjithë ditës, por shpesh përkeqësohet pas ngrënjes. Shumë pacient raportojnë se ndjenja e të përzierit fillon pothuajse menjëherë pasi fillojnë të hanë, duke i bërë vaktet një përvojë shumë të pakëndshme. Kjo çon në shmangjen e ushqimit, që kontribon më tej në humbjen e peshës dhe dobësimin e përgjithshëm. Të vjellat që lidhen me kancerin e stomakut mund të kenë disa karakteristika talluese. Në disa raste, të vjellat mund të përmbajnë ushqim të pangrënë nga orë më parë, duke treguar se stomaku nuk po e zbraz veten normalisht. Në raste më serioze, të vjellat mund të kenë një ngjyrë të errët, kafe, që ngjason me kafen e bjuar, ose mund të përmbajë gjak të kuq të ndritshëm. Këto janë shenja jashtëzakonisht alarmante që kërkojnë kujdes mjekësor të menjëhershëm. Arsyeja e nauzës dhe të vjellave është shumë dimensionale. Tumori mund të bllokojë daljen e stomakut, duke parandaluar ushqimin të lëviz në zorrën e hollë. Ai mund të prodhojë gjithashtu substanca që irritojnë mukozën e stomakut, ose që ndikojnë në qendrën e nauzës në tru. Për më tepër, ndërsa tumori rritet dhe vdes, ai mund të çlirojë toksina që shkaktojnë ndjenjë të përgjithshme të sëmundjes. Simptoma e pestë: ndjenja e mbushjes së shpejtë dhe humbja e oreksit. Satjeti i hershëm ose ndjenja e mbushjes së shpejtë pas fillimit të ngrënjes është një simptom e veçantë dhe shumë e rëndësishme e kancerit të stomakut. Imagjinoni të uleni për një vakt të rregullt, por të ndjeni plotësisht i ngopur pas vetëm disa kafshimeve. Kjo është përvoja që shumë pacientë me kancer stomaku përshkruajnë. Ky simptom quhet në gjuhën mjekësore satjeti i hershëm dhe ndodh sepse tumori merr hapësirë fizike brenda stomakut. Stomaku është një organ fleksibël që normalisht mund të zgjerohet për të akomoduar ushqim, por kur një tumor po rritet në murin e tij, kapaciteti i stomakut reduktohet në mënyrë efektive. Trupi interpreton këtë si stomak të plot, edhe kur në të vërtetë kemi konsumuar shumë pak ushqim. Humbja e oreksit, ose anoreksia, shkon dorë për dorë me këtë. Shumë pacientë me kancer stomaku humbasin plotësisht interesin për ushqimin. Enët që dikur ishin të shijshme, tani duken të padurueshme. Era e ushqimit mund të shkaktojë nauze, madje edhe mendimi për ngrënie mund të jetë i pakëndshëm. Kjo humbje e oreksit nuk është thjesht psikologjike. Tumorit shliron një sër substancash biokimike që ndikojnë në qendrën e urisë dhe ngopjes në hipotalamus, pjesën e trurit që rregullon oreksin. Gjithashtu, inflamacioni sistemik që shoqëron kancerin prodhon citokine që suprimojnë dëshirën për të ngrënë. Pasoja e kësaj është një cikël vikarioz. Pacienti nuk ha sa duhet sepse ndihet i plot shpejt dhe ka humbur oreksin.
Mungesa e ushqimit të mjaftueshëm çon në humbje të mëtejshme të peshës, dobësim dhe mungesë energjie. Trupi fillon të thyej muskulaturat e veta për energji, duke përkeqësuar gjendjen e përgjithshme. Simptoma e 6. Lodhja e vazhdueshme dhe dobësia e pashpjegueshme. Lodhja që shoqëron kancerin e stomakut nuk është thjesht ndjenja normale e lodhjes që përjetojnë pas një dite të gjatë pune. Kjo është një lodhje e thellë gjithëpërfshirëse që nuk përmirësohet me pushim dhe që ndikon në çdo aspekt të jetës së përditshme. Mjekët e quajnë këtë lodhje kanceroze ose fatigë dhe është një nga simptomat më të shpeshta por më pak të kuptuara të kancerit. Pacientët përshkruajnë se ndihen sikur po kërcejnë me një barë të rëndë në shpinë, sikur çdo veprim i vogël kërkon përpjetje të jashtëzakonshme dhe sikur nuk ka sasi gjumi që i bën të ndihen të rigjaloruar. Ka disa arsye pse kanceri i stomakut shkakton lodhje aq intensive. Së pari, anemia është jashtëzakonisht e zakonshme te pacientët me kancer stomaku. Tumori mund të shkaktojë gjakderdhje të ngadalta, por të vazhdueshme në stomak, duke çuar në humbje graduale të hekurit dhe zhvillim të anemisë. Kur nivelet e hemoglobinës bien, gjaku nuk mund të transportojë mjaftueshëm oksigjen në indet e trupit, duke rezultuar në lodhje të thellë. Së dyti, malnutricioni luan një rol të madh. Kur trupi nuk po merr lëndet ushqyese që i nevojiten për shkak të humbjes së oreksit dhe problemeve me gëlltitjen, çdo sistem i trupit pëson. Nivelet e ulta të proteinave, vitaminave dhe mineraleve bëjnë që trupi të luftojë për të kryer funksionet e tij bazë. Së treti, vetë procesi i kancerit është jashtëzakonisht shtërues për energji. Sistemi imunitar po lufton vazhdimisht kundër qelizave kanceroze. Ky përgjigje inflamatore konstante konsumon sasi të mëdha energjie. Për më tepër, tumori vet po përdor sasi të konsiderueshme të glukozës dhe lëndëve ushqyese për rritjen e tij të shpejtë. Simptoma e 7. Gjaku në jashtëqitje dhe ndryshimet në ngjyrë. Gjaku në jashtëqitje është një nga shenjat më alarmante të kancerit të stomakut dhe një që kërkon vëmendje mjekësore urgjente. Megjithatë, gjaku në jashtëqitje mund të shfaqet në forma të ndryshme dhe disa prej tyre janë më të vështira për të zbuluar se të tjerat. Forma më e dukshme është melena, e cila është jashtëqitje e zezë, me ngjyrë katrani dhe me një aromë veçanërisht të pakëndshme. Ngjyra e zezë vjen nga hemoglobina e gjakut që është tretur pjesërisht nga acidet e stomakut dhe enzimat e tretjes, ndërsa udhton përmes traktit tretës. Prania e melenës tregon gjakderdhje në traktin e sipërm tretës që përfshin stomakun. Në disa raste, gjaku mund të jetë i dukshëm si shirita të kuqe të ndritshme në jashtëqitje, por kjo është më pak e zakonshme me kancerin e stomakut se sa me probleme në zorrën e trash. Forma më e vështirë për të zbuluar është gjaku okult, që do të thotë gjak që është i pranishëm, por nuk mund të shihet me sy të lirë. Ky mund të zbulohet vetëm përmes testeve specifike laboratorike. Gjakderdhja ndodh sepse tumoret kanceroze janë shumë vaskular, që do të thotë se ata kanë furnizim të pasur me gjak. Ndërsa tumori rritet, sipërfaqja e tij mund të erodon, duke shkaktuar gjakderdhje në kavitetin e stomakut. Gjithashtu, tumoret mund të pushtojnë enët e gjakut në murin e stomakut, duke shkaktuar gjakderdhje. Edhe gjakderdhje e vogël kronike, nëse vazhdon për javë ose muaj, mund të çojë në anemi të rëndë. Kjo shpjegon sepse shumë pacient me kancer stomaku kanë simptoma të anemisë si zbehtësi, marramendje, rrahje të shpejta të zemrës dhe lodhje ekstreme, edhe përpara se të zbulojnë gjak të dukshëm në jashtëqitjen e tyre. Simptoma e 8. Fryrja e barkut dhe kollitja e lëngjeve. Në fazat më të avancuara të kancerit të stomakut, pacienti mund të zhvillojë fryrje të barkut, një gjendje e njohur si ascit. Kjo ndodh kur lëngu fillon të akumulohet në kavitetin peritoneal, hapësirën midis organeve të barkut dhe murit të barkut. Asciti bën që barku të duket i fryrë dhe i rrëmbullakuar. Rrobat mund të bëhen të ngushta rreth belit. Pacienti mund të ndjejë një ndjenjë të përgjithshme të peshës dhe presionit në bark. Në raste të rënda, fryrja mund të jetë aq e madhe sa që të bëjë të vështirë frymëmarrjen, sepse diafragma shtypet nga lëngu në bark. Kanceri i stomakut mund të shkaktojë ascit në disa mënyra.
Nëse kanceri përhapet në peritoneum, shtresën që mbulon organet e barkut, ai mund të ndërhyjë me aftësinë normale të trupit për të rregulluar lëngjet. Qelizat kanceroze mund të bëjnë që enët e gjakut të bëhen më të depërtueshme, duke lejuar lëngun të rrjedhë në kavitetin e barkut. Gjithashtu, nëse kanceri dëmton mëlçin ose bën që vena portale të bllokojë, presioni i rritur në sistemin portal mund të çojë në akumulim të lëngjeve. Një simptom tjetër e fazave të vonshme është kollitja e lëngjeve. Nëse kanceri ka përhapje në mushkëri ose ka shkaktuar efuzion pleural, që është akumulimi lëngjeve rreth mushkërive, pacienti mund të zhvillojë koll persistente. Kjo koll mund të jetë e thatë ose mund të prodhojë lëng. Ajo shpesh përkeqësohet natën dhe mund të jetë e shoqëruar me vështirësi në frymëmarrje. Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore? Pas kësaj analize të detajuar të 8 simptomave kryesore, pyetja më e rëndësishme mbetet: kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore? Përgjigjja e shkurtër është sa më shpejt që është e mundur nëse përjetoni ndonjë prej këtyre simptomave, veçanërisht nëse janë të vazhdueshme ose progresive. Mjekët rekomandojnë që të kërkoni vlerësim mjekësor nëse përjetoni ndonjë prej kushteve të mëposhtme: dhimbje të vazhdueshme në barkun e sipërm që zgjat më shumë se 2 javë, humbje të papritur të peshës prej më shumë se 5% të peshës tuaj totale, vështirësi progresive në gëlltitje, të vjella të përsëritura, veçanërisht nëse përmbajnë gjak, jashtëqitje të zezë ose me gjak, lodhje kronike që nuk përmirësohet me pushim ose fryrje të barkut që vazhdon të përkeqësohet. Diagnostikimi i hershëm i kancerit të stomakut rrit dramatikisht shanset për trajtim të suksesshëm. Kur zbulohet në fazat e hershme, norma e mbijetesës 5 vjeçare mund të jetë mbi 70%, por kur diagnostikohet në fazat e vonshme, kjo normë bie nën 30%. Kjo statistike thjesht tregon rëndësinë kritike të vëmendjes ndaj shenjave të hershme. Jeta jonë është e çmuar dhe shëndeti ynë është thezari më i madh që kemi. Mos lejoni frikën, turpin ose mendimin ndoshta kalon vet t'ju pengojnë nga kërkimi i ndihmës mjekësore kur trupi juaj po ju dërgon sinjale alarmi. Këto 8 simptoma janë mënyra e trupit tuaj për t'ju thënë se diçka nuk është në rregull. Dëgjoni trupin tuaj dhe veproni menjëherë.